Përshëndetje të nderuar dhe mirë se erdhët në Menderjush. Derisa nga gjeta, zoti mas. Emocionet të papërshkrueshme sot me mua për të më mbështetur është ai që i ka dhënë shpatullën gjithë këtë sezon këtij programi. Denis Taullaj, po jam me veten sot. Por jo i vetmuar, se sot me mua është si gjithmonë stafi i mrekullueshëm i Menderjush dhe ajo që ka qenë shpatulla e heshtur mbrapa kamerave, krau im I djathtë, Melisa. Melisa si je? Duar trokas për veten më në fund se gjithmonë duar trokas për të ftuarit. Je mikrofonuar? Jam mikrofonuar apo jo vini? Në çfarë vendi apo s'ka vend? Okej, nisëm bar. Melisa si je? Nisëm shumë bar. Më duket si ato radiot. Dua të bëj radio, dua të marr telefonat. Do ta nisim. Dhe shkruaj një telefonat. Melisa si je zemër? Nga po na telefonon? Denis, përshëndetje, ju telefonoj nga mbrapa kamerave. E ndi që jeni nga Elbasani, më jeni tekst. Kemi dikë nga Elbasani. Ç'bëhet anë nga Elbasani? Mundova ta kamufloj, po. Por di që nga lezetshëm. Do le, ku di ju që më doni, më adhuroni, nuk e di vdisni për mua. Më shkruani sot nëse doni të bëjmë ne kështu në telefonat. E di që do t'i pres disa. Nëse. Melisi, gati të kënaqesh sot me mua? Po besoj që po. Shiko, më mirë se çunat e Comedy Thursday do jesh, kështu që. A thua? Përveç Panajotit. Po përveç Panajotit gjithmonë. Si ke qenë me këtë situatën që po ndodh? Ore, ke dalë në çik protesti? Se un kam folur shumë, fola edhe Pardiet e Dalina. E thash që shkoj çdo ditë nga 20 minuta. Me thënë të drejtën nga më dalë, nuk kam dalë çdo ditë, si puna jote, se kemi qenë shumë të angazhuar me punën me Menderjushin, po jemi munduar që të jemi lodhemi më këtu, mundohemi, djesa dhe bytha e këto. Po. Po jam e sigurt që lodhemi më pak se ata që bën 15 kilometra deri në Rinas. Pa çka, e folëm me Dalinën, atë kot më morë gjitha temat e mira ajo. Ti ta ndi zërin aq të ikur, se disa e kanë zërin e qiell. Po se di, unë sigurohem që të bërtas nëpërmjet votës zakonisht, në protestë. Ti vërtet vetëm për Cristiano Ronaldo se ti e pe që u dolën kundër ata, vajtën aty ata u thonë kush nuk është kush kështu është shqiptar kërcena. Po nuk po e kuptoja kush ishte më shumë stadium, këta që bëshin thirrje që dukeshin sikur ishin stadium apo ne. Intimiduan keq fare ata shketët ishin sa që ishin me të dashur, ata po dolën për një birrë ata. Çur, turp, nuk e di. Ishte çik bullizuese, e kuptoj që situata është e rëndë dhe Shqipëria duhet shpëtuar dhe duhet krijuar një opozitë. Po ndoshta edhe këta që nuk dalin duat të jenë opozitë e kësaj opozitës. Vera sense? A kuptohet? Po, e kuptuam. Mund edhe kësaj opozitës së re, me në krye Fatmën edhe këta. I duhet një opozitë, po mund të jenë këta çunat me bluzat e Francës, me bluzat e Brazilit. Nuk duan olla, nuk duan, mos I ka dalë me dashur do pi birrësh kundër. Kur të krijohet partia me që do jetë Fatma ministre, ku diun, se do ishte Marini president, kryeministër, do jenë edhe këta çunat kundër. Nëse kalojmë te ngjarjet që kanë ndodhur, Parlamenti Evropian voton pro shfuqizimit të legjislacionit që lejon zhvillimin në zonat e mbrojtura. Tani çuna e pati këtë, se Melisa e di që e ka parë se ma kanë nisur. Tani puna që për këtë u gëzuan edhe njerëzit, edhe këta që protestonin, po u gëzuan edhe këta të PS-s, se kishte postuar Rama dhe Ramën e kishin bërë repost të gjithë. Kishte postuar Taulant Balla shumë I lumtur. Ka ngel gjë më pa postuar ai. Po pra, do flasim çik për Taulantin tim të mirë që poston gjëra. Po tani ç'a than këta që mund të ndërtohet në Zvërnec, por Flamingo nuk do t'i prekim. Po duke u bazuar edhe te postimi që kishte bërë Rama, I duke shumë I lumtur. Sa vdes kur fillon fjalit me duke u bazuar. E gazetaria. Duke u bazuar, ti ke mbaruar gazetarie? Jo, po kam punuar gazetarie. Ka një orë, ju nuk e shikoni sa e bukur është, se keni atë fat. Duke u bazuar tek postimi I Ramës, ai duke shumë I lumtur dhe krenar për këtë. Po shiko, ai tani do të thënë I bie që ka ndarmën që në Zvërnec ky zotria do t'i japi drejtim. Po sigurisht. A ka njerëz që besojnë dhe shpresojnë të kundërta? Balla një ishte shumë I lumtur, do na lexosh ndonjë nga ato gjërat e Ballës sa ka bërë në gjë, se jam shumë kurioz. Tani Balla është kthyer kështu si portal njohjesh. Përshëndetje zoti deputet. Me mua ke? Shpresoj që një ditë do ta kem me ty. Po vjen. Jam një djalë familjar nga Elbasani. Jetoj prej vitesh jashtë. Jam I shqetësuar për imazhin e Shqipërisë me këto protesta. Shumë miq të huaj më thonë nuk shkojmë në Shqipëri këtë vit me pushime për situatën kaotike që po ndodh në vendin tuaj. Respekte. Po ky çai ka këtu, këto më interesojnë shumë.
Ai thot mesazhi I ditës, domethënë okay. ai nuk e publikon përgjigjen, po thjesht krenohet dhe mundohet që t'i përcjellë një mesazh popullit. Se si çoni nga këto, I dashur ta urinoj shpesh. Nga këto, kështu, s'ma le gruaja. Nuk vetëm halle që kemi të gjithë. Tani, një mesazh që më tërhoqi tepër vëmendje. Mua ishte mesazhi këtij si lexohet emri këtij Ulsi apo Ulsi Manja. Tani Ulsi e thret Rama. Ky çfarë është tani o Marcel? Ka qenë ministri I drejtësisë apo jo? Po tani? Tani është deputet. Jo Allah Ulsiu. Ore, po ma lexoj çik këtë komentin. Ka komentuar dikush. Ulsi Manja do var. Ja, do ta nxjerrim këtu atë. Dhe ai që I përgjigjet. Po, po. Melisa mos e Wow. Ore, po, se e shikojmë këtu tani, ja ka shkruar pak K. Ka shkruar po ar pika. Ndoshta se ka pas për atë. Do ketë patur po mo Flori, po, ku diun, po Ari. Bravo, shpresoj që gjithë deputetët kështu përshëndetje, nuk kemi drita në Leskovik, po ma Kështu do jetë përgjigjja e gjithë deputetëve. Edhe për këtë është frymzuar po ashtu nga Taulant Ballash, edhe ai para disa ditësh që I ka kthyer përgjigje një komenti në të njëjtën mënyrë. Po, çfarë po ndodh këtu më valla? I ka komentuar dikush, I ka komentuar dikush, ha, gazetarët tallin me ta. Dhe ai që I përgjigjet, vendos emrin shqiptar, se emrin e kishte emër që shqiptohet me K dhe ai ka vendosur me C. Por në fakt ata njerëz për vërtet janë edhe deputetët tanë, po duan ta kthejnë ai Oraku, para se ti I paguan rrogën aty, edhe duhet të zgjidhen në një hall, si ai zotëria që do na vinë më vonë, që ngeli spitaleve më shpretur. Po do ta shikoni, do ta. Po ti kur të bësh deputeta, do kthesh përgjigje të tilla? Me Raku? Ose bëhet fjalë që jo. Jam një djalë shumë I sjellshëm, si mund të mendosh unë, mund të kthej një përgjigje një qytetari të ndershëm ashtu, kur të jem deputeti I zonës Kolonjës. Nëse. Do ta ruajmë këtë. Ore, me që ishim te këto ndërtimet në zonat e mbrojtura dhe jo, për shfrytëzimin e pasurisë së Shqipërisë. Rama tha, pasuritë natyrore të Shqipërisë lakmohen nga Rusia dhe Kina. Ore se dëgjova edhe I taksis kur po vija tani, edhe të sa pallate që po ndërtoheshin realisht, edhe I thashun pra pallate, duhet bën se do t'i blejnë izraelitët të gjitha. Ç'është ky fiksim që kanë njerëzit me Izraelin, se nuk e kuptoj. Po shko se nuk e di këto legjenda që kanë një çik lekta, çifutët e janë kështu, po tani është bërë çik e tmerrshme kjo, gjithë këto teori që e shkon atë pallatin aty. Izrael. Kanë marrë nga Jordania, domethënë dikur ne mezi po prisnim u bën këto gjërat që do vinë amerikanët, do vinë këta lordët e Anglisë, do hapet leku në Shqipëri, kurse tani po urrëhet kjo. Por si e prisnin njerëzit që këta do vinin edhe thjesht do sillnin lek, normal do marrin një çik breg, do marrin një cop tok, para se unë nuk besoj në këto që do vi Kina tani. Asun. Edhe me Electromagic mos marrin. Ore, Electromagic nuk ma prekin dot mua. Nuk ma kur në botë. Marceli është fansi më I madh I Electromagic. Kështu që dy tharse. Po. Rama e tha që këta I lakmohen, po unë do t'ja jap atyre kujt dua që e ka për Amerikë. Po kështu tha, ne I përkasim kontinentin evropian dhe duhet të zhvillohemi bashkë me Europën. Domethënë çdo gjë e lidhur. Po do na futja se ja, e tha, domethënë për largimin, për ata që mezi po e presin largimin e Ramës. Rama për largimin tha do jap dorëheqjen kur Shqipëria të futet në BE. Domethënë kur ti mbaroj mandati bie. Në 2070. Atëherë mbaroj mandati Ramës do apo. Nuk e di ky pasioni që kanë këta liderat e partive tona. Po, më thuaj Melis. Mua më bëri përshtypje se e nisi fjalin për aq kohë sa e ndjej zjarrin e pasionit do të qëndroj. Pasioni që I djeg në ije. Në ije quhen këta punë? Domethënë as nuk mundohet të thotë që për aq kohë sa nuk kam arritur të gjitha objektivat që synoj, po për aq kohë sa ndjej pasionin, në narcisizmin e kulmin e vet. Objektivat e Ramës tani për momentin. Me thënë drejtën unë e kam bë. Po këta të BE-s e duan apo se duan? Se tha, nuk po e marr vesh akoma. Çfarë po ndodh, nuk e di a do na futi Rama, po me këto trazira s'kur të vështirë po ja bëjmë punën. A ke besim ti që do futemi me listë dashur? Besim kam, me thënë drejtën, mendoj që do futemi 2030-ën? Për një kohë shumë të largët. Marceli thon 2070-ën. Ka shumë skeptik, domethënë shumica e njerëzve në këtë vend janë skeptik për të futur në BE. Unë nuk e di pse besoj që do futemi, siç e kam thënë. Jam natyrë shpresmadhi. Nuk e di tash ja duhet I atribuohet kryeministrit Rama që
po na futë be, po unë mendoj që Shqipëria do vi momenti, ose do futin në Ukrainë nga këto Po, gjëra. po deri diku edhe ja atribohet, se mendoj që ka mbajtur marrëdhënie të mira me aleatët që duhen për të. Asnjë lloj socialiste. Elbasani po. Ja, Elbasani. Po unë nuk përfaqësohem nga gjithë qyteti. Po ti më ke, me Agronshejën, e di si Karagrat. Po. Me vërtet po? Po, more. Ore çka bëra agroni grave? Se di. Çfarë u bën grave more zoti agron? More agron. Do ta takoj në protestë do ta pyes. Një nga gjërat që, domethënë, se unë nuk e di Melisa, nuk do të pyes për qendrimin tënd tani specifikisht. Je kundër Ramës apo jo? Po. Se ti po duhet të thuash je kundër Jo, po. Ramës. Po sigurisht mos e të vrasin me gur, nuk mund të thash edhe unë jam kundër. Po Rama, shko. Ai nëse i jep dorëheqjen do e pas këngës i bëri Luizelli. Mjaft. Mjaft ka qenë ajo e Erion Veliajte? Çfarë ishte ajo lëvizja atëherë? Mjaft e kishte ajo? Po Luizelli. Po pra, dhe prandaj shumë shkrime, pa Nuk e shumë di edhe arkime me që socialistat e. Po nuk e di, është komentuar për herë ky qëndrimi politik i Luizit, që kur ka qenë Big Brother që mbështeste Berishën, pastaj e mori Ramën, po pastaj edhe njeriu ka të drejtë të ndryshojë mendim, edhe Luisi mund ta bëjë këtë gjë. Po sigurisht që mund ta bëjë. Leksat Marceli jo. Thjesht kënga ishte shumë e tmerrshme. Nuk e di si ishte si hip hop. Po, Ishte Luisi duke bërë hip hop. kishte një autotune kështu të tmerrshëm. Nëse do të hedhësh Everin. Nuk e di ajo kënga o Luisi, kujtë më mirë nga ato këngët e Tajnës. Tani unë nuk dua ta zgjas shumë me këtë. Se duhet folur, duhet bërë nga një emision çdo ditë, siç po e bën edhe shefja ime tani. Po kënaqet fort fare, ka gjetur një motiv. Domethënë tani e mban gjallë pilates, tenisi dhe këto lidhje për Ramën. Kurse unë i shkreti kocat flasu, unë edhe një që dola aty, ma mori frymën Fatma atje. Nuk më lanë të flisë, se që po thoshin me ligje, me gjëra, u bëra konfuzën. E lash fare, nuk e di një moment kisha humbur aty, po ta shikoni të vite jam këtu. Dhe po mendoja për kujtimet e klasës 4. Do ta gjej, do ta vendos me grafik. Ju të lutem gjeje dhe vendose po më vjen një kuror të vogël anash. Edhe është një lloj lirie që më me pak lek, po whatever. Ja për shembull në këtë situatë, t'ju them unë juve. Ha, me Fatma. Se Nëse unë them ta mbyllim me këtë, kështu duhet kalojmë në Friendly Fire. Sa minuta kemi o Marcel? 17. Wow, shi pas kemi lënë nam. Që mos flasim kot se mërzitet Fevziu pastaj që unë bëj analiza më të forta se politikën. Besoj e kuptuat sa e qartë është situata sot nga kjo që po them unë. Kalojmë me Friendly Fire. Oh, Si shtëngojtë, pravaj. Berisha, Partia Demokratike e mbështet plotësisht protestën sepse është kaos dhe drejt kundër regjimit autokratik. bra, po kur thon Berisha Hamburg e mbështet ndonjë çik? Nuk e di çfarë mendim. Por si s'ka folur fare ky Berisha të thotë që mirë është kjo protesta, po me ato thirrjet mund ta. Unë e thash te emisioni Dalinës, njëri më kënaqi fare një miku im që e përshëndes, që tha, thirrja më e bukur do ishte ajo. O nano legend, prit Berishën se po vjen. Shumë e zezë, nuk po e them unë, e tha një miku im që po doni futeni në burg, se çdo gjë ndodh në diktaturë. Nëse më vjen mirë që Berisha është. Faleminderit doktor, faleminderit që të kemi edhe ty pro protestës. Më punon zilja më fare. Edhe Berishës. Neomalsoria Urdo? Neomalsoria. Neomalsoria? Ore ka emrin vërtet Neomalsoria kjo tipja? Jo, ka pseudonimin. Po pse? Nga që është malsore po është e re. Domethënë unë jam një neopogradecar me origjinë neokoloniare. Pa. Po do dëgjoj Neo Elbasanlije. Tingëllon bukur është. Po zonja Neo Elbasanlije. Më thuaj. Sfidi Ramës, shpërnda parlamentin, shkojmë në zgjedhje të parakohshme. Domethënë kjo do të shpërndahet i gjithë parlamenti që po e kërkojnë të gjithë, domethënë ja 200.000 njerëz aty, po e do kjo që të vërtetoj që mund ta marri atë mandatin vetëm. Po. Që s'ka shansi është ta marri, do të japin ata 30 veta që shkojnë te Bujtina, e kësaj se ka Bujtin kjo. Po pra po. Unë si neopogradecar nuk e kuptoj këtë që do të bëj kjo. Shpresoj që të... Ndoshta do pak lëvdata që mbajti anën e protestës. Mo, po e shiona, mbajti anën e protestës, e pra se la mandatin. Po pra nga që la mandatin. Jo, Edhe la realisht mandatin, jo, doli e pavarur. Po, doli e pavarur la... Se po ta linte mandatin? Ne. Le një neomandat. Vazhdo vetë me atë punën. Është vështirë, pa punë. A përdoret qafa e qarit për rite dhe magji? Neo qafa e qarit. Ishin disa arush se do ta nxjerrim këtu foton edhe
Domethënë disa njerëz mendojnë që bëhet magji. Qa veçarit është në Ersek. Kur shkon për në Ersek, nga Korça në Ersek. Ke qenë? Sigurisht që kam qenë, se shkoja te nëna dhe gjyshi çdo verë, edhe kur kam qenë i vogël unë mezi e mbaj mend, po të shtëpisë më ka thënë, na kanë dalë një këto maskat në theshtatën atje. Vetëm magji që ishin ca burra me kallaç, po dikur. Tani nuk kam. Tani ka ca kuku. Tani mund i biesh nga rruga e re, e Dora? Mund i biesh nga rruga e re? U rregullua ajo? Se u shemba ajo sapo u bë. Merrim mas. Në vetëm magji është rruga e keqe në qafë. Po nëse s'ka qenë magji, pse kishte ca kukulla mbi pemë? Se jam shumë kurioze. Po janë budallë njerëzit më. Po do të ketë një Po shpjegim. janë budallë njerëzit më, unë vazhdoj e them, njerëzit janë budallë. Shpjegim, ja kishte ca komente aty që jemi shpjegime, është magji. Janë ata që të marrin shënjesën me kallashun Janë ata të kallashit prapë, janë të njëjtët që donin të grabisnin familjen time para shumë vitesh. Nga gjërat që më pëlqeu që do ta ndjerim këtu me Liz, ishte komentet e këtyre çunave. Shiko tani, a mund t'i lexojmë këto komentet, mos e kam edhe në celular, se kjo është e padukshme për Gjini Budallit. Unë jam një banor i zonës që kaloj shpesh me gomarin tim këtu. Po tall trapin për Gjini të vënuar. Sa po futem te ky pyll për të kaluar për te, gomari fillon flet dhe bëjmë parashikime ndeshjet e botrorit. Sa po mbaron pylli, gomari vetëm bën iu, është ajo e gomarit. Pasi magjia e atij pylli hijezohet kur i largohesh. Vërtetore, duket që ka qenë tap në bar. Edhe poshtë dikush, një tjetër qytetar i shkruan, e konfirmoj, unë jam gomari i zotrisë. I dashuroj këta njerëz seriozisht. Qytetari denonson, këto zonja më morën 30 vazo nga lokali. Ti kthejnë mbrapsht ose do t'i denonsoj? Në Vlorë kështë ndodhur kjo? Në Vlorë. Mos, edhe po talleshit me Pogradecin, jo videt bulmeti, jo vazot e luleve. Po 30 vazo që donin alla? 30 vazo, në mes të Ore, ditës. mos do hapin shtëpi barin në natë. Edhe u do, po te vazot ngelen më gjitha i korrent që duhet paguar. Ore, ka kështu shtëpia bari në Shqipëri? Jo. Ha sinqerisht e kanë. Po se supozoj që i këtu më me ne? Po pallati ka ti fundit. U kap me bas. Jo, u kap, ata që nuk po spionojmë këtë që është këtu poshtë nesh. Po, këtë që ka Dalina. Dalina ka shtëpi bari. Po imagjino të ketë me vërtet o kaq. Sa do më urrej Dalina do mbaj fjalime kundër meje në burg. Do hapi live për ty. Po. Nëse bravo nëna që i vodhet ato, po këtu do bëjmë burg për mullaga këto. Për lule shpata, lule bore. Ai kishte thënë në fakt që nuk do t'i denoncoj nëse mi kthejnë. Kështu që jeni ende në kohë, ose nëse keni shtëpi bari, u aprifte Me bara. respekte. E shitri sa mbar. Pare i bofshi. Priste dot edhe një episod. Vazhdoj me lajmet të tjera. Bosnia mund të ndaloj padelin për shkak të rritjes së popullsisë homoseksuale. Padeli është ai sporti që është si tenisi, Si po pak tenis. më gay. Prandaj. Po pse ata domethënë nuk janë gay, po fillojnë luajnë padel edhe aty fillojnë është si kjo terapia hormonale. Po ndoshta pretendojnë që nxit homoseksualitetin pavarësisht se në Bosnë nuk është se ka asnjë ligj. Ndoshta nga që janë dy burra djersitur që bëjnë para një muri. Se tenisi është pak më jemi në distancë, në ajër të pastër, aty e brenda. Bën njëri, tjetri. Ndoshta po me lis Jo, unë bra... nuk fajmë shumë. Se do vi i ftuar edhe ai vdes për këto muhabete. Po. Ai domethënë jeton për I dolin protesti parë. ai e ka ndaluar domethënë, çoj email bossit, ja ta ndaloni pa veten. I kërcënoj. Madje edhe këtu. Shikojmë. Po më thoje? Jo, po thoje që Bosnia nuk e ndalon homoseksualitetin me ligj. Do ta lë vetëm padelin. Edhe thjesht thjesht konsiderohej si një sport social që kërkon bashkëpunim të vazhdueshëm, shkruaj. Edhe kjo gjë supozohet që konsiderohej gay. Më thënë në momentin që bashkëpunon shumë me dikë, Me sa duket. çuna ama. Sa vite keni që bashkëpunoni? Ore, të merri madh. Edhe këtu sa u hapën kështu ta gjëra që duan të luajnë, nëse luani shah. Do dalin në një zbulim kështu shau, rrit testosteronin. Do të këta që luajnë shah. Shau nuk duket gay kështu si Po, ata që luajnë aktivitet. shah janë kurvar. Ku diun. Ose 60 vjeç, po okay. Po shkoj 60 vjeçarët janë shumë kurvar. E vërtet, në fakt. Një kështu nga ato pilula blu duhet. Nëse kemi lajme të tjera apo bare ndeshin? Jo. Nuk kemi që dua më, vëmendjen vetëm tek protesta. Tani do vi zotri që ka qenë nga dita e parë në protestë, kështu që do kalojmë tek i ftuari.
Sot me mua është një lushnjar par excellence, zëri i popullit të tij, edhe i të gjithë ne aty në parlament, zoti Sajmir Korreshi. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit dhe ju Gëzuar. që më ftuat, gëzuar. Si ke qenë? Ka dash zoti mirë. Mirë? Kështu i themin ne nga anët tona. A cilat anë? Nga lushnja e poshtë. Që të gjitha e din, më besoj edhe në të gjitha planetet e di që ti je nga lushnja. Si po duket kjo situata? Për verën e kam fjalën që erdhi Beari. Para një kjo verë po del më bukur se të shpritesh. Jo, janë zhveshur Me tëra. stinat. I kanë kështu qeveria ka zbathur gjitha me kohë, po problemi është që apo ja mbathin shqiptarët e shkretja kanë humbur nga kjo punë, kjo është problematika më e madhe. Pas kanë mërzitur Sajmir. Zakonisht e shikoj si një rrezë e dielli aty kur del, që bën ato gjërat me shalqin, Jo, ta kam gjëra. ka mërzit fakti shalqinë, unë nuk jam ndaj, nuk lëm të fusësh tani atje se po më që me të futë dhe kështë shurë dhe kështë lëshurë dhe ndonjëjtë, kokë për Rama e para nuk vjen e dyta s'len të kontrollojnë, si që kontrollojnë dhe 35 vjetorë. Është edhe vështirë ta fshesh shalqinin fakt. Po do gjenim në i copë të vogël në për të marrë në qatë. Po, zemrën, vetëm zemrën e Jo, shalqinit. ose në i papjekur që të mërthen dhe mirë se nuk qatë kollaj. Sa mirë i një shalqin për më. Nuk e gjej lushnjar për vërtetë. Ke dalë se kam parë Unë disa foto. mundon dalë përveç disa protestave që për arsye familjare ndoshta nuk ka lejuar, pjesën tjetër po, dalë, kam mbështetur që ditën e parë. Siç kam shkruar Tani që edhe ditën e parë asnjëri se mbështetin nga deputetët, që hal. unë kam reaguar për fat keq njësimi zvërnec që mund të ishim aty të kjo pjesë, por kam reaguar me njëherë me dy publikime në rrjetet e mia sociale. I mirë je shumë sa i mirë. Po për shembull nëse Berisha do futej në burg, do të vinte turp që e pjesë e kësaj partie? Po tani nuk ka lidhje me individin një partie të. Jo, kryetari është koka. Unë kam thënë, është njësoj si ajo Real Madrid dhe Barcelona që kanë fanellën e rëndë, të lozësh brenda një ekipi të madh siç është Partia Demokratike, patjetër të jep më suport në opinion. Po këtë thashë tani imagjino të futet kapiteni në burg, për shembull, unë Messi anë një. Po ç'do bëj, domethënë do përshkrihet kampionati, këtë gjë në herë ti. Jo, po ti do rrije me atë, do ta mbaje fanellën, do të ishte aq e rëndësishme për ty. Do ta puthje kështu kur të bëj gol. Unë do puth sistemën e Partisë Demokratike, nuk është individualizuar as me Sajmirin. Partia Demokratike ka pas dhe do ikin me mira njerëz që. Çka po Sali Berisha është ai që si kurr, me sa duket. Jo më ai nuk ka ikë deri tani dhe patjetër që është guri themelit ta quajmë ose domethënë në gjithë 35 vjeçar Sali Berisha e ka, vazhdon të qëndrojë dhe nuk janë disa që kanë tifozë, kanë idhull. Sot biri më të bukurin ti, më influenci më të madh, bëj vetë ç'të dush, ti nuk fiton te Partia Demokratike me Sali Berisha. Po kam frikë ose Sajmir tani do bëjmë kot. Mirë, frikë. Ashtu që. Ore, Unë them unë s'ja dal dot sepse nuk Sajmir Korreshi e njohin lushin, po ti në lushin, bëhet një garë lushin midis Sajmirit dhe Saliut. futen në garë sepse besoj se e fitoj. Ore, kur del aty te këto protestat, kur është ajo Rama Hamburg, Berisha Hamburg, thua vetëm Rama Hamburg apo thua edhe Berisha Hamburg? E bën atë kështu siç na tha Besniku. Unë jam deri te Rama Hamburg, Pastaj sepse Rama Hamburg sepse duhet i besoj edhe faktit që Berisha Hamburg për këto 13 vite kishte kaq shumë mundësi me ja bërë gjitha për ta çuar në burg, se shteti ka punuar, e ka pas edhe këtë pjesë tjetër. Edhe po të shikoni ndryshimet që bën edhe pjesa e heqjes ose jo të nëngratës. Kështu që jam i prirur të besoj sistemit drejtësisë. Pse them Rama Hamburg? Sepse jam tifoz i Partisë Demokratike. Në më varja që ka bërë Berisha, dhe unë jam me Berisha vetëm Rama Hamburg. Unë jam zjerin Berishës, kujdo dhe cili do nga ne dhe natën e mirë, vazhdojnë tjetë, se cili ka kraun e vetë dhe vazhdojnë puna, vazhdojnë tjeta përditshme. Më vjen mirë që e mban kraun e Berishës. Po tregon besnikërit pak. Se ku duket tu që mban kraun e Berishës. Sa po thej që nuk e meriton ty në burg. Unë thash çdo njeri që ka bërë diçka meriton ty në burg. Po, ndoshta ka Saliu që s'ka bërë asgjë. Se thash këtë, vazhdo ti ta thush, po unë si aqëlloj dot kështu. Pasi 3 çereku i parlamentit jetë përjashtuar, nëse gjërat shkojnë mirë, domethënë, kështu siç po shkojnë. Se do gelen pa punë një pjesë, do fillojnë të bëjnë punë të rëndomta. Kuj do i besoj, do i besoj fëmijët si babysitter për shembull. Gjithmonë kalamajn do t'ja besoja ndonjë kolege gjinisë femërore. Do t'ja lihet dhe gjines për shembull të kujdesej për fëmijët? Unë nuk do t'ja lija asnjë kolege që nuk ka vetë fëmijë. Në mendimin tim ose pra sa di unë nuk është as e martuar edhe as me fëmijë. Urojmë ta gjej fatin se Gjineja sa më shpejt. Kështu që nuk los dot me telebingu kush e di ç'm dal. Kalojmë te kohërat kur ke qenë pa fëmijë, kur ishe atëherë në shkollë. Ti ke bërë shkollën në Romë? Po. Kush ka qenë arma jote e joshjes? Humori, konfidenca apo kështu gënjeshtrat që aty në Shqipëri babi është biznesmen nga këto gjëra, që bën çunat jashtë. Për fat keq unë s'kisha asnjë punë as babin as maman.
Kështu që vetëm po t'i thoshe që gjyshi e ka pensionin e lartë. Nuk gënjeshtë, po, mund t'i thoje. Por më tepër ka qenë ajo më sensin që ne I themi pjesa e të folur, pjesa e batutës e shakas, për ata një pjesë. Me humor I bëje për vetë ato vajzat e bukura italiane. Të mira janë sa mirë. Për ata që multet kishte referencë vetëm pjesën e humorit. Ore, se dihet që Roma ka goxha turist. Ke gënjur në I turist e kështu sikur nuk ishe shqiptar, bëj kështu, jam italian, jam grek, në kështu. Unë nuk I gënjej dot biles italian të vinin bas. Për seks po flasim normal. Si e qellonin dot ato kur vinim ne, më vinin merr thartir mas punës, se mos po të punoj në pizzeri. Para furit 300 gra duk të afrohesh njëri. Ma besoj se vinin merr thartir kur dilin nga puna. Por ne kemi ekskluzivisht e lokale që cilin ka punuar unë nuk ka qenë në zonë qendrore të Romës, por ka qenë ekskluzivisht vetëm për italianë. Ore, ke pirë bar kur ishe student? Asnjëherë. Se ke provuar se në Itali ti e di që bëhet nami, të gjithë. Nëse ka një gjë, mund të them për alkool që I pi pafund, më thënë pjesa e alkoolit, por pjesa e këtyre drogave është gjë që kurioz më? Fare asnjë s'kam qenë. Për bar në Itali, bar është kështu? Zero. Se unë nuk e pjes duhanin. A do ta provosh barin? Jo, faleminderit. Kam sa dush lushi. Le, nuk do. Ta prishi planin. Ore, thonë që njerëzit që janë shumë komike dhe duan të bëjnë përqeshur, janë shumë të trishtuar nga brenda. Kjo është e vërtet, patjetër se ka një të kaluar shumë të dhimbshme dhe të trishtuar. Je figurë tragjike kështu nga pas kësaj figurës populore dhe... Mu më është dashur të kujdesem ose që kalamaj që të dalë krye familjar që 16-17 vjeç. Pse? Për efekt sepse baba I musmun atë kohë dhe më desh të punoja edhe në Shqipëri pas se ti në Itali. E para punës një unë kisha trishtimin e mbartë se familja ime, baba im nuk e mori kur dot një burë studimi se kishte babën ballist. Po, e di. Kur vajte në Itali besoj ti ke unë ishte trishtimin. Cica aty. Jo, trishtimi atje nuk ishte, nuk kisha unë aq kohë sepse unë për të se punoja çdo darkë, por kam bërë jetën momentet më të bukura aty dhe stima besoj që kanë qenë Rom. Kishte një periudhë e bukur sepse të gjithë hallet ndaheshin si me qenë një familje e madhe, shoqësh dhe miksh. Ose me shqiptarët s'ke patur asnjë gjë kështu. Po s'kishte hile në atë kohë, se s'kisha asgjë aty në dorë. S'kishte çfarë përfiton. S'kishte kush për çfarë do ta sulmoj një tjetrin. Ore, jeni një çik narcist që të pëlqen vëmendja. Do ta fitosh. Edhe kur bën këto gjërat shumë. Me të thënë drejtën, narcist, vëmendja, unë duaj që ajo që them të dëgjohet. Pastaj vlerësimi nuk pak rëndësi ka për mua. Unë nuk mendoj të jem në një nga ata që është absolut. Kush punon gabon, jam shumë normale. Këtë thotë Rama. Jam e të metat e mia, jo, ose më me Rama. Rama, kush punon gabon thotë Kordi. Unë zakonisht nuk e dëgjoj Ramën. Çe ke mërzitur me Ramën, kur s'pëlqej ka shumë si njeri. Jo vetëm që unë urrej Ramën. E urren? Po urrejta është ndjenjë shumë. Aty më ajo ndjenjë kam, urrej. E ke, ë? Patjetër. Kurse për Berishën është dashuri për shembull. Se kam dashuri për Berishën. Unë patjetër respektoj sekretarin e Partisë Demokratike, nuk jam dashur, nuk pa dashuruar me burra. Që dashura vetëm me gratë. Është homofob. Në mënyrë absolute po. Je kështu nga këta që dole te kjo që poshtë hormonet, poshtë gay. Absolutisht po. Ua. Po që ne s'kemi ilaçe, ne s'kemi tetanoz kur na han qend, do me hormonet tani se ndrojnë. Po shko si punë e qenëve edhe këta gay, nuk po nuk po na zë, nuk po me zor. E kam gjetur disa të bashkimit unë. Po bashkim ta. Po edhe gay si qend janë, nuk është se po na bëjnë gjë me zor. Po mirë, do shute shtëpia vetë të bën çfarë duan, do leti bën. Edhe jashtë nuk është se ti kalon, ç'është ky gay. Leti bën defit sa duan, nuk e pas. Defit e ke për seksin homoseksual. Leta çajin defi, leta bëjmë fërtele, halli tyre, problemi tyre. Problemi është që... Po na eksiton me këtë thonë. Problemi... Ta qajnë defin në shumë. Do dojë që grua ime të fliste ka që pistë. Kurse pistë, po ti thu me të tjetër, unë me def. Ta qajnë defin... Kurse të pjesa tjetër, për që do japim ne kemi kaq luksin në spitalet tona që... E ke për terapin hormonale, abe? Ishe kundër ti, dole të kjo gjëja, po. Nëse sulmohet do I gej, sot e ka bërë sa I mirë. Andrejnë ti godite me grushat e? Unë jam kështu që po dalun pa Brexit, dalin ata te parada tyre, mu më arrestojnë ata I do tërkas. Kishte nga këta që ishin kështu tepër të zhveshur, se nuk e pash. Dhe pa brek, pra? Tani atje ka dy mënyra, më përpara ishte... Nuditeti në publik nuk e jo. Qofse nuditeti, pikërisht unë do të them një sekund, do ta bëj çik se është pak banale, po na lejohet. Shko, ky emisioni quhet Menderiu, kështu që me nder muhabeti më parë ishte me të heq brek për të parë Sumatricën, sot duhet hapësh Sumatricën që të gjesh brek. Dhe ashtu ishin pazarat, kështu që te kjo pjesa ti me të thënë drejtë mu po dalë ashtu. Po, në fakt I kanë shumë të holla kur hap dhe bësh. Që ti gjesh. Ti gjesh në fakt, po.
Nëse gejt e mi, unë me ju jam, ore, po sa i mirë Ti do t'u vazhdo vrasin. ti jepi drejtim. Ju bëni ç'të doni me Defin, më pëlqeu shumë Defi. Se e bukur. Defi ka Shtëpit vetë le të bëj çfarë dole ti bjeri gërnezët Devit, por bëj seks publik te kalamajt e shkollës kur vën zanën me fustan, me ylber dhe me mjekër, vallai ti tani nuk mund t'i punosh ti mësosh kalamajve se si është t'ja imponosh diversitetin seksual. Unë nuk jam për këtë. Ore, kush është qytetari më i rrezikshëm sot me gjyshim tek këto flamingot? I natosuri, i zgënjyeri, apo ai që nuk i plas bytha fare? Si plas Defi hiç. Për mua e ti që si plas Defi hiç, sepse në fund fare gjithë Defi aty që nuk plas, na përplaset ne në kokës. Që ne përna për dënur dhe ne, si opozit, kur na thonë shumë të në rasteve që s'jeni lartësinë duhet të jemi. Si në fakt opozitë të mërshme jeni për moment. Prandaj fillova me veten se pikërisht se do ta thoje ti këtë, dhe unë fillova me veten me opozitën. Pikërisht për Tiranë asaj që mos t'i japësh mundësinë atij që thotë unë kam 3 kartona nuk pjerdh për ju. Ore, sa përqind e ditës tënde është punë dhe sa është duke bërë dhe sa është që ti që bën sikur po punon. Tani që bëj sikur po punoj është 24 orë. Dhe do të bëj deputeti që unë jam me ju. E them këtë sepse vetë njerëzit, por dhe edhe familjarët do të thonë diçka për t'i rënë telefonit dikujt për zgjidh një gjë. Është zënë zana me burrin, bëj gjë, në një gjë kështu. Merresh me komshin? Unë merrem më tepër për 80% për fatin të keq shqiptar merrem me spitalet. Me gjetë një ambulancë, me i çu te ky spital, me gjetë një pediatër, me i par ekon, me çu te rezonanca. Domethënë është turp që një deputet kaloj në këtë kategori. Ma beson. Me një ginekolog i momentit. Po se ke pritur fëmijë. Ginekologu Lushnje që më thoshte ja përshëndesim. Që e përshëndesim, thoshte ore të lumshin ato duar gisha. Bardit një herë atje me mikrofon se nuk ka aparat për të vlerësuar beben. Tani, të pëlqen të ndihmosh njerëz apo të pëlqen ndjeshi çik kështu si Zoti që të dërgojnë lutje, mesazhe? E para një herë Zoti. Ndjeshi. Shikoj, unë jam besimtar në Zot ose jam besimtar musliman, besoj. Je praktikant? Jo praktikant, besoj kam bërë katekizëm 3 vjet. Por po si u bëre musliman ndërkohë që në qytetin më katolik në botë? Shtëpia ime është e besimit musliman. Unë falem sa herë që janë ose mbaj. Kur janë zgjedhur. Asnjëherë kur vetë zgjedhur nuk e praktikoj xhamin për fat keq. Pikërisht për këtë fakt se thonë ndonjëherë ky për të marrë një votë, unë kur nuk shkoj në periudhë zone elektorale të falem xhamin. Nëse feja shqiptare të shqiptaria, kështu që. Kjo nuk diskutohet. Ai ke çuar për shembull ke pinja 2 gota whisky, se unë gjithmonë pasi pinja 2 whisky i çoj gruas në një mesazh që sot është nata, në një gjë kështu. Ke që ndonjëherë do ke dashur ti shkruash gruas për shembull sot është nata. Ja ke dërguar kadriut nga Lushnja për shembull. Se qelloj, po pse unë në shtëpi kam grus, ka ikë në shtëpi pse. Po je duke pirë me çunat e thua po i them Belgrad, nuk e di në gjë kështu. Po unë i them që fillim që do pi me çunat ti bëgaz e sot. Që mos e ke shkruar gabim dikujt. Si ke shkruar asnjëherë të bëj kështu. Sa ti nisesh në një foto selfie për shembull. Po pse nuk ka atje, unë nuk e lëvoj pse do të çoj duke di, nuk ka parë herë, si ka bërë. Mos e shqip në këto lojra kështu që të mbahet marrëdhënia gjallë. Se kemi atë lloj marrëdhënie besoj që prishet nata po ta bëjnë një gjë të tillë në Bosnjë. Do flije jashtë domethënë. O pashu jo se kam shtëpinë kam timin. Nuk e pikë skam. Ore është konservator sa i miri. Sa të kem aman, në sensi sa të kem në plakën ka të parë minimalisht edhe po ta mbyllin nusje do më hapi mamaja prap derën. Cilën fjali shqiptarët nuk duan ta dëgjojnë më? Që unë kam 83 vota shqiptarë nuk do të dëgjojnë më. Pse? Kaloj të Rama prap. Po sa ti më djegoj gjithë ditën atje sepse nuk mundet pushtetit kalojnë arrogancë. Qofse duhet bësh një gjë për këtë vend dhe ne thonë gjithë as që kishte zgjedhje një 6 muaj. Po bëj pra çoh që të rrezosh një 6 muaj, se bëhet në rrugë, shtrohet në në gard, vizon në një 6 muaj të çohemi në protesta të digin vendin po thon. Jo të digin vendin, sepse këto protesta sot me s'ka djeg asnjë lloj vendi. Kjo është protestë model në fakt. Edhe ajo që presupozua për TPD që Odi Molotov nuk ka djeg asgjë. Se s'ka njerëz asaj mirë TPD-ja prandaj se do ta kishim dikur. Ato që thanë për Molotov që doj shtëpinë në vet, unë për shembull shtëpinë në vet, po ti ishe për sa i mirin do ta kisha bërë shurtore. Domethënë vilën në vet që të vetë gjithë Shqipëria dhe të rozë mbi atë çka i kanë marrë jetën 6000 kusur vetave që sot s'kan varr. Po edhe unë jam fan si madh në Enver, në fakt me këtu jemi. Por që ta bësh orgjira ndërkohë që
ti u treme duke bërë orgjia ti brenda, si kemi parë besoj Të video. bën orgjira brenda të shtëpinë verit? Po Mirë mos i smefton njëri mua në për këto. Po ti e bën kërkesat. Po çmerri madh. Ore se dëgjoj lart e poshtë vetëm orgjira. Ore ty të kanë ftuar ndonjëherë për orgji, se deputetët thonë që Mos e që Allah në po prandaj po bërtas në ora si sa shkret. fton. Ore unë dhe sa i miri sot je i lirë sot pas orës 9? 10. Po ku do marrë protesta pra? Pas protestës unë dhe sa i miri jemi për në një Jemi orgji. të Kur do na ftesë hapur, ftoi? jemi ftesë hapur. Ku bën këto te kodrat e diellit? Çfarë bëhet tash? Nëse. Po edhe atje te ajo e NV Shokët shkojmë. Laver. Ore te shoh. Se në shkon edhe Arlinde. Çfarë do thotë gruaja kur kthehesh në shtëpi pasi ke bërë ndonjë nga ato ekzibicionet e tua? Që i ke hipur në shalqinin në një gjë kështu. Vetë vërtet është kundërshtari im numër 1 te kjo pjesë, më fëlli që thotë në njerë, sepse duke pas kolegët e veta të punës. Tani është burri me patullxhan, çka ka zgjidhur për Me nesër. tomate me sallator, kështu që tek pjesa do thotë, "Bo, çka ke bërë sot?" thotë, "Po se di Mi mamba jalli. Kush janë më të hidhura, komentet në Facebook apo komentet në parlament? Komentet për parlament nuk e kam problem hiç se di me ja kthy. Kurse në Facebook e perceptoj shumë keq. Domethënë ka disa komente që ai patronazhist thuj ç't dush ti atit. Ai ka ndarë mendin ai që për atë është Rama është si Zoti dhe nuk ndryshon. Më përpara unë Bëja Rama si zot? në titullin August vetëm Oktaviani mori diku në Romën e Last, po A tani të dojmë të bëjmë një lutje ndoshta ne i plotësojmë. mos të qellon bie shia, inshallah më bie shi son. Kjo sharë ndonjëherë ti nga rob ndonjëherë Po kështu. tjetër më sa dush. Sa qefesh ka ma, ha? Po që Shfryesh. Të mos kur shikon një surrat kështu. Jo vetëm surrat, po se ta gjejon surrati që është ai bie janë nga- këtu, janë se hajde kështu. mirë, po janë më tepër këta fekë dhe po ka Po ata me sharë. surrat më vdesin, ose ndonjëri që siç është bërë debati i nxehtë, edhe është njëri shkruan që po ka ndonjë mami për seks në kështu, që s'ka lidhje fare me atë. Pjesa më e madhe beson, domethënë këto të sharjes ose këto jo sallatori, jo këto të gjitha këto domethënë këto pjesët është gjë normale, është bërë gjë normale dhe unë nuk i lexoj me komentet nëpër portale, sinqerisht sepse me një ngarkesë dhe filloj të ndjem keq dhe e përjetoj gjatë gjithë ditës kur po shikoj ti flet për shembull ku diun për spitalin. Pse se jep ti rrogën thotë ai për të bërë krevatin? Ore, për çfarë fletare? Po, kanë edhe fantazi të smur. Ti thua, po jep rrogën tate atjeti dhe blehet thotë, se a thuti se rroga ime 2.200.000 lekë jep zgjidhje spitali Lushit. Pse sa marrë? Marrë kem pak se unë më plak. Doni t'ja bëni të rrogën deputetit zero, unë e kam propozuar në parlament, po më bëni Asnjë s'do punonte po të bëjë zero. pikërisht. Jo. Në fakt kur thot Marceli tani po punoni. Do punonin, jo me Marcel ka një gjë që mua po të më jepnin mundësinë për të bërë një zanatin tim të avokatit, besoma që do të lija me qef me zero si deputet. Kush po të pengon? Po sepse nuk e ushtrojmë dot asnjë lloj vërtarie tjetër ekonomike ne, deputetët, e kemi dalesë kushtetuese. Ne me këtë 2200 lekë du të ham bështyrat, du të ham të sharat, e thonë hiqe bërë zero ti, mos e çon buka lamajve se kështu edhe prap thotë, jo prap vjedh ju. Po mirë po Sa ka më dhimbse shkëmbë. këta deputetë. Jo, mos të dhimbë s'fare ti. Të të pyes për një dy nga kolegët e tu të nderuar, nga këta hallexhin të shkret. Ore, nuk e di a e diti, po disa nga deputetët po kanë bërë shumë lekë. A e di, ja ke ditë? Jo me unë i shoh. Ore lekë dashnore, shtëpi, bregdet. Ja ke ditë, a e di që po bën Ore këto? pa fundi, jepi ti për shtohet çiklistën, kaqe Mund mbyllë. shkojnë kështu në për hotele në Rom, ku ke që ti që punoje, shkojnë atje çfarë bëjnë. A e di? Ja këtë se di. Ti di fare? Gjetë në hotel se ne kisha kënur letrat. Ore ti e di sa ke nga PD-ja, ata pa lej bën mbledhjet e thonë ore ai nuk di asgjë. Ku ti? Unë nuk e përjashtuam, tham për të gjithë. Të gjithë? Pra nuk përjashtuam njëri PD. Po s'do të përfshihesh fare ti, është ai lek. Se ke mundësi Se ore. bën Nuk lek e po di a të di. kesh dashnore? Ore me lekët vin Apo do dashnore. harxhosh lek po të kesh dashnore, pa daj të punë. Do harxhosh po, E do besh, ë? vetë do. E do nxjesh punë. Ore ke edhe 3 vit. Ke edhe 3 vit. Shko çfarë thot ai. Po tani si me bën lek, pra, se kuptova këtë. Po i doli ka qenë në Itali ore. Pali, I ka ore, qenë zanati i parë shqiptarëve në emigrim. që prostituonin vajza të pambrojtura. Ti sa dole do? Zanati pas, kur isha me qëllare, ku të qërë në shkretë. 10 pompa më shumë po të bëja, dha të shikonit. Ku është vinde mund ishe 7 kg me gjithë, 2 shek njom. Po unë as martese, nuk e? Jo, s'kam. Ma, në bëjnë si beqar. Po unë për të se publikojnë çdo vend që e martu me 2 kalamajnë, që do Por edhe besim unë e me publikoj, po nuk më pengon asnjëherë të Unë s'ka majt, është ti the trator, pas majnë në Kështu nasë. të nga smoj të tjera. Zoti i madh. Nuk ja qëlloj. Nga na vjen fjalët shu. Zere se një avion bie në një ishull të braktisur. Cili deputet do mbjetonte aty për mrekulli?
Zakonisht ata që nuk do hypnin lart. Po më jep një emër mos e më hënë. Ja të liderat zakonisht nuk hypin lart, dërgojnë një përpara pastaj nisen vetë, kështu që unë besoj që do vriteshin 2 lider ose do ikte gjithë parlamentit tjetër. Domethënë nuk më dhe një emër, Unë s'besoj se do njëri që do ishte shumë i zotin në aftësi mbjetuse. se qëllon do çante në tigër, do ta vishte, do përdhunonte në gjirafë. Të tjerë i bën gjithë bagdera, kështu që nuk besoj se do ngelshim, do shpëtosh. Ço më gjithë bagdera për shembull Saliani është kështu si i lezetshëm. Po ti the deputet apo the Është tjerë? deputet ai? Një për njëri jo. Ai ishte edhe në shkollën e edukimit, harrova. Kush do vdiste ditën e dytë, se kam këtë pyetje unë nga këta. Kush nuk do mbijetonte dot fare, që s'ka asnjë lloj instinkti mbijeton. Kush nuk ka qenë herë fshatar, do të thënë kush është rritur në blok që do ta bëj kështu. Ato që bën. Po ja për shembull ke i ris toleranca bën kështu. Kam sigurecën mbi, ku diun, do thy vezë, do ecë gjithë ditën. Unë nuk besoj se do duronte dot tena fshati, se do t'i prishte dhe para një herë do shqetësohesh. Do shqetësohesh që ditën e pas se mos i prisheshin thonjë. Edhe unë kam si problem shumë. Kështu që te këto pjesë të këtaj që i duan gjithë firmatët do kërkonin hekur për tek rrugës rrobat ose që do të ishte bërë pisk misha, ta nuk do rriti ditën e dytë. Si ke që firmatët se ke qenë në Itali? Sa qelloj dot. Ja që po të kisha lek do të më pëlqen aq pëlqem edhe ma bëj syt shumë i mbi kilometër. Kam përshtypjen që vesh bokset i këto breket i bashkë firmatën. Mo që se kujtohet film Lulkuqe me mure shikoj edhe lëpjeshin atje. Sa qelloj dot. Edhe ata për i bluz Gucci bënin ashtu. Se di kjo është, ku diun ç'është. Calvin Klein. Jo, më ç'de Calvin Klein. Ja. Kjo? Kamera Marcel? Ku është? Ore, unë jam sigurt edhe bokset. Ore dhe bokset. Ore dhe bokset i ka në Tomi në një gjë kështu. Çashe? Mos i mos ta dzir rrëmën. Nga ato me kështu thua? Pyet patronazhist ata ti thonë më mirë. Se na i di dhe rrëmën. Ore ata edhe tangat. Kush deputet ka shumë sens humori, po njerëzit nuk e dinë. Se për shembull për ty e dinë që kush është njëri që ti ore thua ai të shkrim, po pse nuk e di asnjëri. Dash Sula ka qenë një nga kolegë që ka pas sens humorit të saj. Dashin sa ta shikosh të qeshet në fakt. E para. Që dha Gron Jack Marka që duket pak e zym, po ka një sens. Kështu Jack Marka. Në kryetar e parlamentit. Por si duket ky? Edhe ai ka një sens. Ai si njohje? Po, ai si njohje. Kemi qenë shok shkolle bashkë dhe ka një sens të fortë humori. I dashur sa i mirë. Sa i mirë është. Sa i mirë është sa i mirë. Sa i qorri. Ka thënë një kështu? Uf mo. Sa i qorri, pse nga qenë me syze? Vazhdojnë akoma këto bullizimet kështu? Po kështu qorga thashë. Qorri dora, buza, veshë si dikur. Kështu që vura 18 vjeç se më patëm kishim myt fare. Në fakt atëherë, në fakt ore tani që po kujtojmë edhe unë kur isha i vogël thjesht lutesha çdo ditë që mos vija syze. Tani para se të kalojmë te një lojë simpatike që Melisa ime të dashur na ka përgatitur ne. Disa njerëz tani janë ende në rrugë, po protestojnë. Edhe do kthehen në shtëpi edhe do shikojnë këtë gjën. Ata 15.000 veta. Çfarë do ti të mendojnë për Sajmirin, këta njerëz që sapo u kthyen tani ore çfarë tha ky Sajmiri dhe Menderiushi? E para njerëz që se u lodhëm nga protesta. Do të pëlqente që të thonë që Sajmiri na mbështet, edhe Sajmiri është një ndër 15.000 zëra dhe as i pari dhe as i fundit të asaj proteste. Sajmiri është ky. Do kalojmë te loja tani me Sajmirin. Tani, secili nga ju ka 4 foto të politikanëve shqiptar. Dhe ju nuk duhet i shikoni fotot që keni. Nuk duhet i shikojmë ne këta. Jo, duhet të vendosësh te ballet dhe duhet ta shikoj kamera edhe personin përballë. Dhe ju duhet ta gjeni se cili personazh keni tek balli duke bërë pyetje. Domethënë, Sajmiri do ta vendosin në ballë dhe unë do t'ja përshkruaj atë? Jo, ai do të bëj pyetje, përgjigjja e secilës do të jetë vetëm me po ose jo. Okay. Për shembull, a jam i Partisë Socialiste? A është ky personi në ballë? E zakonisht bëhet pyetja në vetën e parë, se kështu funksionon loja. Okej. Do ta vesh ti një herë. Po, thjesht kujdes mos e shiko. Thjesht mos e shiko. Jo, patjetër që jo. I preferuar im. Ktheje edhe nga kamera. Duket do? Tu, Miriam. I vogël por i plot. Që e vogël, më thënë që e ka mashkull. Jam mashkull, ë? Mashkulli. Safi. Jam me PS këtu. Me Partinë Socialiste të Shqipërisë. Po i vogël, po i plot, do të vetëm me jo braç që butë. Shita unë fatkeqësisht, okej, shpresoj të tregoj më kujdesshëm te të tjerat. E kam më mirë? Duhet ta kthesh nga ana. Okej, po. Man moj Melisa ç'bëhet, kështu që është i gjatë. A jam burr apo grua? Oh, burr dukesh. Burr. Jam me PD-n apo me PS-n? Por me PD-n dhe ditën dhe natën. Burr me PD-n? Shëndosh i bie. Azë Majdarja. Sali Berisha? Jo. Ka që një tjerë nga PD-n. Bëj pyetje. A jam agresiv? Shumë. Flamur Noka?
Si ke muhabetet me këtë më? Vende. Shko kam fare. S'ka një që nuk shkojnë. Nuk shkojnë zakonisht me mua. Pse Unë ula shkoj poshtë? me të gjithë. Ta dhe këtu ngrot me Erionin. Tani, si është? Po, okay, ke. Kam vesh një qik fustana? Në shtëpi ka shumë gjasa që po. Kur është vetë. Pra, hyp të kategoria femnas. Jo, Shërshem la fort. është burr. Është burr, jam burr, me ishë që zotit. Po kësërata, ishë në partia ime? Totalisht që po. Qiqja bie. Po që nga partia ime... Me pëdënjet, jepe. Ja kanë heq, ma kanë heq në ngratë tani në fund? S'ka patur në ngrata këy. Shumë mirë. A? Jo. Vino? Jo, Jo. s'ka patur në ngrata. Mos Është i është, pastër i kulluar. mos është gaz brava kë? Gaspardin. More po e gjiti Gazbardin. Po si thon Bravo. brava këti? Sepse gazi është një nga shokët e miqt më të mirë, më i mirë. Të ndron brava dhe keve kështu Gazbardin. Edhe duke qenë se nga atë kohë... Ky është shoku jot më i mirë në PD? Po. Edhe duke qenë se... më i mirë vëdo. Mi më nuk thash që... Hajde vazhdojmë lojën. Kështu që e kam shok edhe për te PD-s, është një njëri që... Shokët më të mirë se e vetja kanë thënë. E ka mirë? Mirë, ma jo hiq me fare. Mos e hiq dhe hajtë dalin protest. Protest. Arlin Qorri është direkta. Ky qorrësh, po... Sa të shkon aty? Më shkon? Shkon shumë. Se s'kemi hije. Jo, më jo. Ore, po pse e dhjeva këtë unë? Ua, më bëj një ekstra direkt shpejt, se du ta zvendësoj këtë. Merr një letër, një gjë çfarë. Ta bëj me telefon. Te telefoni do të më japësh foton. Kjo do ta zvendësoj po më vonë. Tani le të kalojmë te Ha, kështu? Fiks, pa shumë. Okej. Mm. Te me pëdën jam këtu, po kam të ndru për ti. Në ana tjetër, me pësën dhe Që bie. flak fare. Flak? Nga këta flak, mos jam bë ministre? Ka qenë ministër, tani nuk është. Po e tham qa është. Jo, e dim, jo, do t'ja themi se e gjin direkt. Jo, u thasha, jam ministre. Jo, unë. nuk je ministër, nuk je. Nuk jam ministre. Ka që kërkova unë? Po si Tani, i kam mush 50 ata? Se di? Po ku di unë, kjo është si çuditshëm është. Nuk. Po. Po mirë, qofse nga këta tegrit o shok ulsi, që e kam për ditë atje. Jo. I kam shok ulsi, jo, s'kemi. Më bëj një pyetje që do të ndihmoj. Po, të mos kam qenë dhe unë ministër që bashkë me i tjetër në zëvëndsoj Bela, Ky është? Damjan Gjeknuri. Jo. Po a i tjetër, po a i s'esh me të pësera tani parlament. A i që është në Zvicër i shketi? Jo. Oho, për tigrin thot kjo, po jo, re le tigrin është duke bërë qefën. Si leopard tjetër. Ai punon në një kështu me Rolexa, tani. Riparon Rolexa në Gjenevë. Po pra da po themur, Ky është, çfarë është ky? Toyota Yaris. Jo, s'është ky Toyota Yaris. shoku të Roland është ky? Po. To Rolandi thot ai. Të Roland ban. E ka mirë? Pa, shumë. Ballaburimi shumë. Jam burr apo grua? Ore, burr, ty tani kam dyshime, po vende burr duket. Është burr. Të foto kjo foto po. Ja qellon. Gazba. Është me PD apo me psën? Me duka një, ose ka qenë me pësën ka qenë. Me psën? Ilir Meta? Jo, shok me te, po... Fakt ai s'është me deputet. Shok me te do Kush ai Ilir Meta ka bërë? Jam i egra, jam i buci. Ora i ndron kështu si puna të kamaleonit, i bën të gjitha. Më thënë kur i është në përzyr i bën i këto si tek, më thonë se me edhe rol e bëja xhiut. Sa shumë si njoh fare këta deputetët. E njeh. E të lysh hyrjen. Erion Velia ja? Lali Euri. Lali Erisha? Euri. Eri? Euri. Ai është? Euri. Ë? Është në burg, e di? Me të gjure ka ndonë. Ktheje pak. Që? Nga ana tjetër, jo. Okej. Po? Si mos... Qa me partinë me PD vazhdoj të Me rrion? pësën është. Me pësën, mos, pra me pësën. Po këta kanë më shumë, e kupton apo? Jo me 83 këta ta smarojnë gjam, po 82 se iku një, po... Mos më thuj që kjo ish me fustan.
Me fustan është. Tani me fustan. me fustan. Shpresoj mos e shkoj kur me fustan, po grua është, nëse e ke për atë. Mos është bela qore? Ja, nuk është aq seksi. Nuk është ai seksi. Zemër. Mos është që tjetër që do për Tiranën që tha pse për çfarë punojmë ne? Mos jam ajo, jo. Kush ishte O kjo? Gerta e Manastirlime? Jo, jo, e manastirlime. E manastirëve. Jam pak ministre? Jo. S'jam. Po me çfarë po vendosim, kjo do ecë. Me lunj me. O mos është Elisa që Jo. e më mirë, jo. Ore, pashi ditë në rrugat ishte shumë seksi ajo Elisa. Edhe mbante një herë shumë të mirë, i kalova. Ore, i thash i ditë Di çfarë kemi dashnore nga këto politikanët më. Çe do? Ku kam shumë qejf. Për të marrë Më lekë. përdori. Po këto të marrin, nuk t'japin, po të gjok këtu gjë. Në fakt, ne s'kam dëgjuar. Tash ti. Jo, nuk është- Si jemi kabinet qeveritar S'kam fare. bëra akoma aq lek. Ne, Ten do të bëhet si ashtu. jemi kabinet qeveritar fare, thotë, s'kemi. Ora, ajo s'është planet fare, po S'është planet. O mos është zgjinere. po. E gjete. Duke da. Po. Oj të duku. Ka që i madhe është asaj mirë. Po si sa keni prerë ata? Kështë ka i kaubojse që ka gjithë me kapele. Është burr? Burr. Burr me rë. Me rreha po ça? Burr s'ka burr. Nuk ka. Burr ka. Ruçi mo. Jo, se që Londra pse është me? Gjallë thua po? Dekorat, jo dekorat. Është me pësën apo me pëdën? Jo, ti si je, po ai nuk ka, ai me Uno. pëdën, me Me pëdën. gënëthën. Ky se ka ndërruar në partit. Ky është me? Me Me pëdën? pëdën. Sali Berisha se ka ndërruar partinë? Po ja. Ai është. Hajde ma fillë edhe i tjetër se duhet të shlyej të Ramës, shpejt e shpejt. Atë bëj akoma nga telefoni. O vëllezër e motra, o dashamir, o të nderuar. Sajmir është burr apo grua? Të burr thotë? Ja, ore, që ka i poshtë dhe Sajmiri shumë. Burr thotë. Burr thotë se ky është me pësën, domethënë qartë. Uf, mo. Ore, tëndet nuk i sulmove fort. Në këta, po... Ministrë është? Po mirë është, mirë, ministër është. Ministr. Ai ulsiu që the ti? Po s'është me Ai hesë. s'është, ai u... Po ky tjetri më bes forti, çka ka? Ai lari, jo nuk është. E parë është i egër ai. Orit. Ne nga i fjalë ka të ham mundet lapa shumë, po nuk është. Bes fort vlla nuk e tha shumë. Leon se do na. E ka bërë dhe proteste, nuk na dëgjon. Tani është ministër. Po Kush njep- i këta ministra burr? Po gjej një që këta, ky ministri që theti i kanë bëj targun këtit. I Ta ke kanë bërë bërë targ. targ, po. Po sa s'di unë nga këta Ne ministra. që nga këta ministrat që i kam thënë e lafën, që të fut në Europë. Gjiknuri është apo jo? Po gjiknuri Ky është ky të fut në ministër Europë. valla. Ky është fut në Europë. euroskeptik, i duke ishim gjithë euroskeptik. Uroskeptik. Që kanë alfabet, ë? Jo, më shë jashtë me, shë hëmbet Shi jashtë? me mendo dy që vleti. Më ndihmoni i çika burr, nuk nga që nuk i njoh, mo, nuk i njoh, s'para shikoj kështu parlament. Fanoli, se vini më bëri këtë. Me hile zoti lam. Me hile ka jo, nuk e tradhti gjej burra. dot. Nuk e gjej dot. Pastori. Kush pastor më plak? Ai që mbledh delet. Ore nuk e di fare dha. Kush Akil Pano është deputet, është ministër. Toni Go. Po mos e di fare kush e vazhdoni. Ky që e di unë, që tash edhe në shkuar se di E kush kemi është. bërë dhe lojë tjetër, po Çfarë burri është, ky duket shumë simpatik. Por, Watton, jo ai, po. Po to. Ai Watton. Po nga është tonë dha. Po nga është. Po pse ka qenë prift? Është Ajde Sajmir. Do t'ja bëjmë një Sajmirit para se t'ikim. Jem rregull Te kështu kamera është. thon. Okej. Të lezetshme me kjo Sajmir. Do me thënë Si jemi human. hym të burrë. Burr është burr. Po, Po po që në lamet burrë. dhe shtash me lesh në turë, po s'po ta bëjmë të pyetje kur. Burra është për Shqipërinë e mesme, është suma, dytha. E kuptova. Do të Shqipëria mesme na këta. Jo, unë tha po shpjegoj, ky nuk Ky është ka qenë Shqipëria e mesme. ministër, ne çik ministër drejtësie ky. O vlla, ky ka qenë perandor. Që bi. O mik. Te perandorat, Ai ças ka nga ata qenë. që janë gjallë në kuvend apo jashtë? Brenda është ky. me një këmbë. Pse jashtë? Ai sa do thonë ai ishte jashtë. Tani është sot jam aktualisht deputet? Jo, nuk jeni. Okej, pra bëj pjatë të PS-ja unë. Jam të PS-ja. Edhe në këtë rast. As jo, s'është pse. S'është të PS-ja. Është
Po tani po lozi me politikanë? Politikanës. Por ai ishte futbollist edhe playboy, po. TPD-ja, është ky? Jo. Të dyja e O, duan. tani e pa Ilir Meta. Kjo ishte loja gjej politikanen me Sajmir Koveshën. Sajmir, vlla, faleminderit Respekt. shumë që të kisha. Shumë faleminderit dhe ju për ftesën. U knaqëm. Oho, Pa manë na i gjede këta. na knaqe o Sajmir. A më knaqe ti? U knaqe, Ai, zor. Por deputetët të knaqen. Pa tjerë namin e të betë. Po si, dakord, ja gëzor. Si kalove ti u lodhë? Mirë thonë, vende mirë, një. Gati për gjumë, thonë. Për nani, dhe dikur bënim nami, dhe. Do hipem nani. flem. Do flem, unë parë se jam veshur kështu, po do flem. Si mirë, po, unë miqës më gjete një kështu ti mua atë. Thash, unë na e do rozë nuk dojë. Jo, se qëlloj do të më ato Se njërë. qëlloj më knaqe me këtë shprej, se qëlloj. E këtë tënde këtë. E kam tjash. E ke më në Romë. E kam blerë nga ropa. Për nga cili fshati lushin si ti? Me ndërte nga lushja brenda. Aja i qytetar lushin. Prandaj është ka që... Qytetar lushja nga lushja, një nga fisët më të vjetra të lushjes. Qëllon, edhe pse kam qikë shu del Korçari, video Po prandaj e ka që i mirë ti. nga Devolli, sepse gjyshi im është nga videova e Korçës, kufi me... Pra gjithë universi Korçar janë, gjithë bota është me Korçar. Edhe Ai gjithë ka Marceli është Korçar, Vini është Korçar, Melisa është Korçar, Edhe Nikita gjyshi është. edhe gjyshi dhe gjyshja ime nga ana mamas janë të dy nga videova nga Korçës. Kështu që Bota i përket Korçarëve. jo lushnjarëve. Kjo është. Edhe pse s'ka si lushnjar 36 vjet ministër, po s'ka fat lushnjar. Mund të bëhet. Kur? Kur ditën mërkut. Sa- Nga mërkura thona Sa shkrim. vajte shumë. Unë mika, unë për plaka dhe unë. Mirë le të keni lushnjar 40 Po ditë. inshallah të vinë një ri apo të vjet ditën nga lushja, ne s'kemi na hoqë një gjykat, na hoqë një prokurori, ne na ka lënë katon. Mi që kemi në lopë të mjeli, Ta kemi presim tokë të gjitha këto. punojmë, se po që për grantet nga Zhebere, ne i me prap këta oligarkat e Tiranës, se ne si e qëllën do 3 hektarë sa i kanë dhënë këta kuotat. Të bëm fushat. Rrim, thepni e lafë. Ta ka hequr mikrofonin Vini 2 minuta para. Fizuar. Kështu që natën e mirë gjithë. Pafshi andra me gjithë pasanikësh.